Lidhet me konteksti pyetjes ka të bëjë me sa kuptoj me ndërhyrjet e krimit organizuar në investime apo përdorimi i parave të pista në investime, me disa të dhëna të nxjerra nga media në lidhje me investimet në industrinë e ndërtimit. Pak a shumë kjo është konteksti pyetjes dhe po vijoj me pyetjen e parë, duke parë rrezikshmërinë e këtij aktiviteti, a përbën kjo çështje një prioritet punës suaj? Në këtë kontekst, a keni një hetim konkret për këtë fenomen, që është skenari më i rrezikshëm për ekonominë shqiptare? A ka ndonjë referim në prokurori nga Policia e Shtetit apo nga Agjencia e Inteligjencës Financiare? Nëse po, sa është numri për vitin 2024? Dhe ju e lidhni, atëherë ka dy element pyetjes pari. Masat e marra nga ana jonë, unë i parashtrova në përgjigjen që i thash zotit Gjekmarkaj. Megjithatë, duke qenë se ju jeni fokusuar në fakt tek ndërhyrja e krimit të organizuar në investime, kjo është një çështje që lidhet me hetimet që kryen prokuroria e posaçme për shkak të kompetencës lëndore që ato kanë. Pastrimi i parave ndiqet në dy drejtime, ndiqet nga prokuroria e reduksionit të përgjithshëm, por kur ka element krimi të organizuar, është kompetente prokuroria e posaçme dhe me sa unë kuptoj pyetja juaj lidhet posaçërisht me krimin e organizuar. Megjithatë, në raportin që unë ju lexova, ku kishte të dhëna për sa i përket hetimit të pastrimit të parave, është një fenomen patjetër i dukshëm dhe është prioritet i punës së prokurorisë prej disa vitesh, ndaj dhe organizimi që është bërë punës që në vitin 2020, me qëllim për të pasur një impakt pozitiv në këtë aspekt. Patjetër ka pasur progres, dalja e Shqipërisë nga lista gri ishte edhe pjesë e kontributit që ka dhënë puna e prokurorisë së reduksionit të përgjithshëm ashtu si edhe asaj të posaçme në këtë aspekt, por megjithatë e pranoj patjetër ka ende shumë për të bërë dhe po themi që marzhi që në i përmirësimit është goxha i madh, ndaj dhe mbetet shumë për të bërë nga të gjitha agjencitë e përfshira në hetimin dhe ndjekjen penale të pastrimit të parave. Pyetja e dytë lidhet me ligjin për prokurorinë publike. Ndalon që personat dënuar për një rreth të caktuar veprash penale ku përfshihet edhe krimi organizuar apo trafiku drogës nuk mund të përfshihen në prokurorinë publike. Në fakt rezulton që këta persona shpesh përfitojnë prokurorinë publike, qoftë si kontraktor apo në kontraktor apo duke maskuar kompanitë e tyre me emër të personave të afërt. A keni ju ndonjë hetim për shpërdorim të tyre për zyrtarë që lejojnë fenomene të tilla apo mbyllin syt përpara ndalesave të tilla? Në këndvështrimin tuaj, përfitimi i tendrave publik nga persona me rekorde kriminale është luftën e kriminalitetit apo e fuqizon krimin? Nuk mund të them sot në kem një të dhënë specifike për një rast kur të ketë ndodhur të jenë mbyllur syt apo në kundërshtim me ligjin ky fenomen të mos ketë ndodhur. Të dhënat që unë paraqita dhe që ne marrim janë përgjithsisht të natyrës statistikore, ku të dhëna, kjo e dhënë që ju kërkoni është shumë specifike dhe duhet parë rast pas rasti. Megjithatë, ajo që ne në një moment të dytë, pyetjen tuaj mund ta referoni ne qëllim ta marrim dhe t'ia përcjellim të gjitha prokurorive për të na dhënë një rast specifik ku kjo mundet të jetë hasur dhe ka pasur vjushmëri qoftë me hetimin dhe ndjekjen penale të rastit. Pyetja e tretë, që a keni pasur lidhet me atë që me ndërtimet e palishme, kryesisht nuk bëhet fjalë për ndërtimet e viteve të fundit, prandaj pyetja ime ka të bëjë me veprimtarinë e prokurorisë në vitin 2024. A keni patur ju lidhur me këto ndërtime që po konsiderohen si çlirim nga Policia e Shtetit, bashkitë dhe inspektoratet e tyre të varësisë apo nga inspektoratet kombëtar i mbrojtjes teritorit, referime e kallëzime penale për ndërtim të palishëm në raport me këto objekte? Nuk ka vepruar prokuroria në tilla raste që ata sot konsiderohen si çlirim, kanë qenë një zbattim për shumë vitesh. Nëse nuk ka patur referime, a nuk kemi përpara shpërdorimit të detyrës nga zyrtarët publik që nuk kanë vepruar? Dhe kujt është përgjegjësia që qytetarët janë lejuar prej vitesh përmes mosveprimit nga organet shtetërore, madje në disa raste edhe me leje të bashkive për përdorimin e atyre ambienteve që të kryenin miliona lekë investime, ndërkohë që sot po i humbin ato meqenëse shteti konsideron zaptues. Atëre, unë mund t'ju jap shifrat e vitit 2024, në fakt janë shumë çështje, sepse çdo vit ka një numër goxha të lartë hetimit për këto çështje. Diku tek atëre, kemi për vitin 2024, ndërtimi i palishëm,
Procedimet të regjistruara kanë qenë 1130 procedime, të pandehuara të regjistruar 207, të dërguara në gjykime 358 dhe numri i pandehuarve të dënuar 400. Pra, në kuptim të dhënave statistikore duket që dukshëm ka një aktivitet që kryhet nga prokuroria në drejtim të goditjes së fenomenit, kuptohet në bashkëpunim me institucionet e tjera, pasi ato bëjnë referime sa përket ndërtimeve të paligjshme. Nuk mundet të jap sot një të dhënë në lidhje me faktin se në cilat raste mund të ketë pasur përgjegjësi penale nga ana e atyre që janë nga Inspektorati Mbrojtjes së Territorit. Patjetër që vlen në çdo rast të thuhet që sa herë që ka ndërtim të paligjshëm është e nevojshme të hetohet pse ai hetim është realizuar dhe pse nuk është kryer detyra nga ata që janë dhe subjektet personat përgjegjës. E dhëna shumë specifike, sërish më duhet të jap sërish një jetë përgjigje pasi duhet marrë kjo dhënë, pra sepse hetimet janë të lidhura, ndërtimi i paligjshëm mund të jetë i lidhur me shpërdorimin e detyrës nga ana e personave të caktuar që janë ngarkuar për mbrojtjen e territorit. Ajo që unë mund të them është që në çdo rast potencialisht ka përgjegjësi nga ata që janë subjektet të cilët janë të ngarkuar për të kryer detyrën në drejtim të mbrojtjes së territorit. Kjo ka të bëjë pastaj me sa të thella janë hetimet rast pas rasti të prokurorive. Dhe këtu kemi të bëjmë me performancën cilësisht të punës prokurorisë, kemi të bëjmë me kontrollin gjyqësor të kësaj pune nga ana e gjykatës, si dhe me elemente të tjerë të cilët duhen marrë parasysh që kanë të bëjnë dhe me administrimin e territorit, por që jo në çdo rast përbëjnë vepër penale. Ajo që unë vlerësoj është që jo në çdo rast çdo shkelje është vepër penale, ashtu si shumë herë ato që mund të kenë trajtuar si mbase si rast administrative mund të kenë përbërë vepër penale, por është një fenomen i cili trajtohet rast pas rasti dhe shumë e vështirë të bësh një vlerësim të përgjithshëm. Ajo që mbetet për të thënë është që përgjithsisht prokuroritë kanë një trajtim të shpejtë të rasteve, përpiqen të kryejnë hetimet, paktën këto janë të dhënat që ne marrim, por patjetër që mund të ketë edhe çështje, le të themi, të mungesës së efikasitetit dhe eficiencës në drejtim të hetimit të zyrtarëve që nuk kanë kryer detyrën dhe kanë lejuar ndërtimin e këtyre ndërtimet pa leje. Për sa i përket pyetjes së fundit, mbi arrestimin e një avokati nga një prokuror në Elbasan, për shkak të debateve në sallën e gjyqit, është ky rast një këmban alarmi për sistemin e prokurorisë, ku prokurorët e konsiderojnë veten si zot, që nuk mund t'i kundërshtojë askush, a mund të quhet ky rast një shkelje e rëndë e parimeve të shtetit së drejtës, a keni dijen ju, a ka ndodhur një rast i ngjashëm ndonjëherë tjetër, apo është rasti i parë në këto 35 vite demokracie? Tani do ta lidh përgjigjen e kësaj pyetje edhe me atë që në fakt e përmenda edhe në Komisionin e ligjeve, kemi sot probleme në mënyrën se si le të themi realizohet funksionet e tyre nga një pjesë e prokurorëve, sidomos e prokurorëve të rinj, për një sër arsyesh, ndoshta rastin fjalë le të themi mund të jetë një reflektim i atij shqetësimi të parashtruar, kuptohet që është tërësisht e papranueshme që ne të kalojmë nga salla e gjyqit në ndërmarrjen e masave ekstreme, siç është edhe ndalimi apo arrestimi. Jo më kot, unë do ta lidh edhe me një mas tjetër të ndërmarrë që ka të bëjë me aplikimin e masave të sigurimit. Ne kemi kërkuar prokurorëve pikërisht që masa e arrestit të jetë masa e fundit ekstreme dhe nuk mund të nis jo për avokat, por në çdo rast vlerësimi duhet bërë shumë i kujdesshëm në mënyrën se si ne do të aplikojmë masat e sigurimit. Në çdo rast patjetër që çdo element i veprës penale mund trajtohet përmes një kallëzimi, ka plot mënyra se si të shkohet deri në fund të hetimeve, por për t'ju treguar qasjen që ka prokurori i përgjithshëm në raport me masat e sigurimit, në tërësinë e tyre ne jemi përpjekur që të kemi një ulje të masave ekstreme. Dhe patjetër që rasti i fjalë është një rast i cili nuk duhet ndodhte,
edhe pse mund të ketë hapësirë për nuk është çështje tjetër se si trajtohet më pas nga ana administrative apo nga ana penale, por masa e arrestit në Burg është një masë ekstreme dhe është, le të themi, e pa justifikueshme. Unë nuk din të ketë pasur rast tjetër të ngjashëm, ndjenin time nuk ka pasur. Megjithatë, me sa jam informuar, ka një verifikim nga ana e inspektorit lartë drejtësisë për rastin fjalë ku do dalin dhe elementet e përgjegjësisë disiplinore nëse ka të prokurorëve të përfshirë në hetimin e çështjes. Pyetjet e zotit Arjan Doja.